Përshëndetje të dashur miq, unë jam astrologja Denisa Shyle dhe ky është kanali im YouTube-it për në të cilit mund të gjeni shumë video në lidhje me parashikimet e ndikimeve të ndryshme si ato të periodike, po ashtu dhe të vendosjeve të ndryshme planetare. Për të më mbështetur në mënyrë që të mund të bëjmë edhe video të tjera edhe në lidhje me tema të tjera ose ndikime të tjera astrologjike, mund të abonoheni, të përqeni videot, të komentoni dhe në qoftë se dëshironi që të merrni informacion sa herë që postoj diçka të re, atëherë mund të hapni edhe abonimin, që është zile që shikoni në ekran. Ndërkohë që përtej këtyre normalisht që kemi nevojë gjithmonë për informacione më të personalizuara ose kemi pyetje në lidhje me veten tonë apo ngjarje që po ndodhin në jetën tonë, atëherë edhe ju mund të abononi duke më shkruar nga numri WhatsApp-it që shikoni në ekran. Ndërkohë që tema e ditës është hëna e plot tek shenja e Briciapit, ose siç është quajtur ndryshe, hëna e lule shtrydheve, është në datën 30 qershor 2026 në orën 1:56 të mëngjesit. Është një hënë e plot vërtet shumë e fuqishme, fillojmë një cikël të ri tashmë. Duke qenë se kjo hënë e plot ka shumë të aktivizuar dhe Saturnin, kemi vënë re edhe në këto momente lëvizje të shumta të tokës, pra tërmete, dhe do të vazhdojmë që t'i vëmë re për fat të keq deri në datën 26 kurs, sepse kjo hënë hap pikërisht këtë si cikël. Çfarë do të thënë kjo? Kemi lëvizje të tokës në mënyrë që të bëjmë akordim të ri dhe fal kësaj të mund të kalojmë në një vibrim të ri ose në një dimension të ri, siç është përmendur shpesh edhe në të gjitha rrethet spirituale. Tashmë kemi filluar që të vëmë re edhe manifestimin fizik të saj. Përsa i përket shoqërisë, kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm. Në të vërtetë është vazhdimi i momentumit ose i lëvizjes që filloi në datën 31 maj, që ishte në ndikimin ose pak në anën astrologjike, ishte në ndikimin në anën së plot që ishte në datën 31 maj. Një hënë e plot tek shenja e Shëgjetarit kjo. Duke qenë se Shëgjetari përfaqëson edhe ideologjitë, mendimet, besimet, patëm një ndryshim shumë të madh këtu, ose tashmë bëjmë një farë ndarjeje, dhe kjo hënë e plot është vazhdimi i të njëjtave tematika. Ndarja që u bën ato momente nga kjo hënë e plot do të fillojë dhe të theksohet edhe më tepër dhe të kurorzohet. Për këtë arsye menaxhimi është më i thjeshtë, sepse të paktën e dimë se ku qëndrojmë, pavarësisht se kemi kënde të vështira të Saturnit, që siç e përmenda pak më parë është në kënde negativ edhe me diellin dhe me hënën. Duke qenë se kemi idetë të qarta dhe dimë se ku qëndrojmë, e kemi më të thjeshtë për ta menaxhuar. Por nga ana tjetër, kemi ndarje në skenë dhe të shumë elementeve të fshehura, personave të cilët kanë udhëhequr mbrapa skene, dhe kjo mund ta bëjë situatën pak më problematike. Ky problem do të vijë re më tepër në lidhje me ndarjen e tokave. Kjo nuk është e thënë, nuk po flasim thjesht për tokat që po shiten në mënyrë të lishme ose të paligjshme në Shqipëri, po bëhet fjalë edhe në ndarjen e tokave ose të pronave, edhe në aspekte më të vogël, pra në mikro, që i bie edhe brenda familjeve, prandaj mund të vëmë re edhe një armiqësi brenda marrëdhënieve familjare. Një ndër arsyet më të rëndësishme të kësaj është sepse gjatë kësaj hëne të plot do të kemi edhe Mërkurin të ndaluar përpara retrogradës së tij, prandaj probleme s'modhen edhe më tepër ose ngelen pak në ajër, ngelen pesull. Prandaj dhe nuk i gjejmë dot anën për të rregulluar, edhe Jupiteri gjatë kësaj hëne të plot do të jetë tek grada e fundit të shenjës së Gafores, e cila për fat të keq na jep të njëjtën probleme, na mbështeson edhe më tepër komunikimin që kemi njëri tjetrin, bën edhe më tepër ngeli hatre e të tjerë, dhe kjo normal shkakton dëme edhe më të mëdha. A mund të kemi zgjidhje? Normale, gjithmonë kemi mundësi që të kemi zgjidhje. Një ndër prej të tyre është edhe të flasim hapur, të mundohemi të themi gjën që mund të rregullojë situatën dhe jo ta prishë atë, pra të mos vjen prej krenarisë apo egos ton. Kjo është mënyra më e thjeshtë për të bërë, por është e thjeshtë për të thënë dhe jo për të bërë në disa raste, sepse të gjithë mund të vjen prej egos, pra ose e krenarisë ton, dhe të hapim më tepër për punë vetes ose të dëmtojmë veten tonë edhe më tepër. Kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm nga kjo në plot, sepse do të dalin në skenë të gjitha punët që janë bërë mbrapsht ose me qëllim të keq, dhe mund ta kemi pak të vështirë për ta menaxhuar detyrën, sepse do të kemi zhgënjime të shumta që dalin sipërfaqe në këto momente.
Dhe të gjitha këto dinamika të reja që po krijojnë në këto momente mund të sjellin në skenë ose mund të krijojnë edhe situata kur izolimi bëhet i pashmangshëm, ky izolim i zgjedhur ose në disa raste i detyruar. Prandaj edhe mund të vjetë edhe probleme shumë të mëdha brenda burgjeve në këtë rast, duke qenë se do të kemi një ndikim shumë të rëndësishëm edhe nga temperaturat e larta, e njëjti izolim. Në këtë rast mund të thuhet edhe regjim shtrati, edhe për sa përket edhe spitalet mund të kemi një dyndje shumë të madhe për fat të keq. Kjo mund të thotë probleme shumë të rëndësishme me shëndetësinë, pavarësisht se kemi mundësi që të anashkalojmë këto probleme, duke qenë se kushtet aktuale, dhe këtu nuk bëhet fjalë thjesht për Shqipëri, bëhet fjalë në të gjithë botën. Kushtet aktuale nuk është se janë të mjaftueshme për t'i bërë ballë gjithse valet nxehtësie që po vjen në këto momente në globin ton. Mund të bëhet vërtet e vështirë për të menaxhuar. Në këtë raste do të kemi probleme të rëndësishme që mund të vinë re tek sistemi kardiovaskular dhe tek qarkullimi i gjakut. Të gjithë personat të cilët kanë probleme me qarkullimin e gjakut gjatë kësaj periudhe do të këshilloj që të jemi shumë të vëmendshëm. Këtu mund të përfshi edhe personat të cilët kanë probleme me odeme, pra që kanë intje të shumta këmbësh ose kanë intje këmbësh. Gjatë kësaj periudhe mund të kenë edhe më tepër probleme. Lidhje me shëndetësim, problemi më i rëndësishëm që do të vijë re është mungesa e edhe kapacitetit, por edhe nga ana tjetër në disa raste edhe ilaçeve. Zhvillimi i teknologjisë në këtë moment mund të na dëmtojë, sepse mund të duam që të zgjedhim rrugën e shkurtër, por duke qenë se kemi një retrograd të Mërkurit dhe përsëris Jupiteri është në gradën e fundit të shenjës së gafores, këto mund të thonë probleme, sepse rruga e shkurtër në këtë rast do të përfundojë në një rrugë të gjatë, mund të kemi përhapjen shumë të madhe të infeksioneve. Në disa raste infeksionet mund të bëhen vërtet shumë agresive, sepse do të rritet toleranca e tyre kundrejt antibiotikëve, se mund të rritet, dhe plus përfatikeqësisht mund të kemi edhe probleme në digjestimin e disa ilaçeve, madje edhe alergji të shtuara, të cilat vijnë përsëri nga medikamentet. Sidomos për të gjithë personat që kanë probleme me gjakun, përsëris do të vijnë re probleme edhe më të zmadhuara, mund të kemi probleme me piksin e gjakut, dhe nga ana tjetër edhe probleme me tensionin e lartë. Kemi një fazë përpara e cila duhet të jemi shumë të vëmendshëm në lidhje me shëndetin fizik. Pak më tepër, kokëfortësia mund na shpjerë dhe në dëme shumë të mëdha, dhe mungesat në disa raste mund na shpjerë në probleme shumë më të mëdha. Atëherë në këtë rast cila është zgjidhja, do të thonë? Jo, zgjidhja faktikisht vjen pikërisht nga bimët. Për fat të mirë, kemi mundësi që në këto momente të përdorim bimët për të gjetur kura, shumë thjesht madje. Dhe përsa i përket edhe temperaturave të larta, është pikërisht kjo zgjidhja përsëri. Në qoftë se qëndrojmë në vende ku kanë më tepër gjelbërim, do ta kemi shumë më të thjeshtë që ta menaxhojmë. Prandaj në këtë rast të gjithë personat të cilët kanë një farë moshe, kanë probleme shëndetësore, do t'i këshilloja vërtet normalisht nëse keni në mundësi të qëndroni në vende ku janë me tepër gjelbërim. Pra në moment që të zgjidhni detin për pushime në këto momente ose gjatë kësaj vere më tepër, do t'i këshilloja që të preferonit malin ose hapësira të cilat kanë gjelbërim. Tani një ndër ndikimet më të rëndësishme ose pasojat më të mëdha që ka kjo hënë e plot është edhe përhapja e frikës ose veprimi në bazë të frikës dhe si lloj dëmtimi i dukshëm si shoqërisë po ashtu dhe individit, dhe njëjtë është e vlefshme detyrimisht edhe në lidhje me shëndetin. Prandaj që të mos bijem pre histerisë masive që mund të vihet re madje në këto momente, ose gradualisht mund të fillojmë që ta vëmë re dhe me rritjen e temperaturave, është e domosdoshme dhe të logjikojmë mirë përpara se të marrim një vendim, sidomos ky vendim nëse është në lidhje me shitjen dhe blerjen e diçkaje, do ta këshilloj me ngujm që ta brojtoni mirë situatën. Nëse është diçka që e kemi analizuar edhe më përpara dhe kemi marrë masat e duhura, pse jo, por nëse është diçka që po e bëjmë thjesht me këshillën e njerëzve që kemi rreth rreth, sidomos familjarëve tanë, do të këshilloja kundër. Gjatë kësaj hëne të plot, shenja e dashit është shumë aktive, sepse kemi shumë vendosje këtu dhe mbi të gjitha është edhe drejtuesi i kësaj hëne të plot Saturni, i cili ka dhe kënd negativ për përsëris prapë me këtë hënë të plot.
Prandaj edhe shenja dashje shumë aktive. Ndër ndikimet më të rëndësishme do të jetë edhe elementi i luftës ose agravimi i gjithçkaje, rritja e temperaturës ose tensionit. Kjo vjet re në çdo aspekt, sepse mund të kemi probleme me burimet. Këtu bëhet fjalë për të gjitha llojet e burimeve, si burimet e ujit, burimet e petrolit, të naftës. E njëjta gjë është e vlefshme edhe me burimet e ushqimit, po ashtu edhe me burimet e elektricitetit apo në disa raste edhe burimin e jetës, pra. Si rreth edhe marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin, këtu mund të bëhet fjalë në lidhje me spitalet, domos ato ku bëhet lidhja fëmijëve pra me maternitetet, mund të jenë vërtet shumë të ndikuara. Është një ndër hënët e plota të cilat do t'i preki to tema dhe do t'i shkundi nga themeli, në mënyrë që ne të dimë se si ku të marrim masë, por normalisht gjatë shkundjes të gjithë do të vuajmë, ose është një proces i cili është vërtet i dhimbshëm. Masat që mund të marrim janë të thjeshta, normalisht të mendojmë për të mirën e njerëzimit, por të jemi realist, jo gjithmonë arrim që ta bëjmë këtë. Ndërkohë që masat që ne mund të marrim si individ, në këtë rast do të ishte që të jemi vërtet shumë të vëmendshëm në lidhje me zjarret që mund të dalin në këto momente, në qoftë se shkojmë diku, patjetër duhet të jemi 100% të sigurt që po e pastrojmë ambientin. Këtu bëhet fjalë edhe në lidhje me shishet plastike që mund t'i hedhim, sepse dhe ato mund të bëhen në forma e lentes, pra që të bëhet pasqyrimi i dritës dhe të ndezin zjarret dhe ato. Pak më tepër që duke qenë se kemi në këto momente dhe temperatura vërtet shumë të larta, zjarri shumë e thjeshtë që të përhapet edhe më tepër. Duke qenë se mund të kemi probleme edhe me shëndetin dhe përhapjen edhe të infeksioneve, pak më tepër temperaturat e larta e përforcojnë edhe më tepër këtë si ndikim, atëherë duhet të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me higjienën tonë. Kemi probleme, siç e thash, edhe në lidhje me burimet e tjera. Këtu bëhet fjalë në lidhje me ushqimet, duke qenë se temperaturat janë shumë të larta. Fruta perimet gjatë kësaj vere mund të jenë vërtet shumë problematike, ose çmimet mund të rriten shumë dhe kjo mund të thotë edhe rritje në agresion. Pak më tepër që kemi një lëvizje shumë të madhe sociale në të gjithë botën, nuk është vetëm në Shqipëri, dhe kjo mund të thotë edhe një mungesë e krahut të punës, e cila në anën tjetër mund të thotë edhe rritje vërtet shumë e madhe e çmimeve, pra siç e përmenda edhe pak përpara, që është detyrimisht do të ndikojë shumë edhe individin. Dhe relatat sociale, ato që do të jenë më të ndikuara, marrëdhëniet familjare, këtu vërtet që mund të kemi kriza, sidomos përçarje, të cilat mund të vinë nga të gjitha palët, nuk është se kemi anë të caktuar këtë herë që të mbrohemi. Mund të vinë nga të gjithë, prandaj dhe mund të kemi përçarje në shumë familjeve, mund të kemi ndarjen për tyre, krimin e identiteteve të reja. Por nga ana tjetër mund të kuptojmë edhe ku qëndron përçarjet dhe si rrjedhoj të ndërtojmë një dinamikë të re më të shëndetshme. Është një moment i vështirë, duhet të jemi vërtet shumë gjak ftohtë, pavarësisht temperaturave të larta. Nëse arrim që ta bëjmë këtë, vërtet edhe ky element i përçarjes faktikisht mund të na shtyjë drejt një të ardhme më të mirë, sepse thjesht mund të thotë që ka ardhur momenti që ne të fluturojmë vetëm, pra të dalemi nga shtëpia ose nga foleja. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm për sa i përket edhe një ndryshim në numrin e lindjes së fëmijëve, siç e thash, tek maternitetet do të kemi probleme. Kjo normalisht që është në vartësi të zonës, mund të bëjmë re vende ku numri i shtatzënieve ose i lindjeve mund të rritet, ndërkohë që në zona të tjera tashmë mund të pranojnë dhe faktin që së shpejtmi do të shndërrohen në qytete apo dhe shtete fantazm. Por përsëris kjo është një hënë e plotë e cila do të na qartësojë shumë gjëra, sepse do të arrijmë që të kuptojmë se ku qëndrojmë, do të përballemi me realitetin. Dhe do të dalin në skenë të gjitha punët që janë bërë mbrapsht, pra, ose mbrapa krave në disa raste, dhe do të kemi dhe fotografinë të plotë përpara dhe në bazë të saj do të mund të veprojmë, të reagojmë. A është kjo një situatë e këndshme? Ndoshta jo, por të paktën e dim se ku qëndrojmë dhe në bazë të saj mund të marrim masë. Mënyrë se si shikojnë, ky është një ndër momentet më të rëndësishme në historinë e njerëzimit, prandaj dhe konceptoj si të privilegj që jemi dëshmimtar të kësaj epoke. Po në nënvizoj që kjo periudhë është një periudhë ku vështirësia është shumë e lartë, duhet të jemi të gjithë shumë vigjilent, shumë të vetëdijshëm, por nga ana tjetër kemi edhe mundësinë që të zgjedhim ato çfarë është e shëndetshme, e dobishme dhe mbi të gjitha më njerëzore.
Mon sepse kjo është një hap shumë e rëndësishëm, siç e thash, dhe mbi të gjitha tashmë i kemi të qarta, jemi të qartë në ide, dim se ku qëndrojmë, dim se ku qëndrojnë dhe njerëzit, edhe ambienti, po ashtu edhe shoqëria. E kemi edhe më të thjeshtë edhe zgjedhjen për këtë arsye. Duke qenë se folëm për shoqërinë, kemi ndikime shumë të rëndësishme edhe në lidhje me udhëheqjen gjatë kësaj jave të plot. Duke qenë se Saturni është përfaqësuesi edhe i udhëheqjes dhe ka një kënd negativ si me Hanën, i cili përfaqëson popullin, por ashtu edhe me Diellin që përfaqëson energjinë e përgjithshme dhe antisera si sistemin, i cili Dielli në këto gjatë kësaj jave të plot do të jetë i vendosur tek një fiks i cili është paralajmëruesi i ardhjes së një sistemi të ri. Duke qenë Saturni, për që është udhëheqja, do të jetë në kënde negative me këto dy, me popullin dhe me sistemin e ri që po vjen në këto momente. E kjo do të thotë që do të duhet që të japi disa përgjegjësi tashmë. Kemi ndryshime të shumta për këtë arsye në të gjithë botën, riperceptimin e ri të kësaj, ndryshime të komplet dinamikave, mënyrë se si populli e trajton veten e tij, po ashtu edhe atë se çfarë pranon që të zhvillohet ose të krijohet. Kjo nuk do të thonë se të gjitha gjërat do të rregullohen brenda ditës, është një proces i gjatë, por ky është një hënë plotë e cila mund të thotë edhe mbarimin ose fillimin e mbarimit të mënyrës që po qeverisemi në këto momente. Për të krijuar një sistem të ri, do kohë, do punë, secili është e shëndetshme, do ta tregoj koha dhe atë, por siç e thash, dhe përses disa herë, të paktën tani i dim, i kemi ide të qarta, dim se ku qëndrojmë, dim se ku i kemi bërë gabime të shkuara dhe e dim të paktën se çfarë nuk duhet të bëjmë, prandaj dhe mund të vendosim në bazë të saj. Ndërkohë që kemi një zjarr të lartë, e përmenda disa herë, kjo do të thonë një agresion vërtet i lartë, i cili mund të përkthehet edhe në shtimin e dhunës. Kjo dhunë mund të thotë edhe luftë në vazhdim. E gjitha kjo është diçka që për fat të keq nuk mund të ndalet edhe gjatë kësaj hëne të plot. Ndonë se do të jetë e lokalizuar në vendet që i dim tashmë, nuk është se kemi ndryshime në të paktën në këto pika, mund të kemi vazhdimin dhe e të njëjtit agresion. Por fal kësaj, ose nëpërmjet këtij agresionit të lartë, do të vijnë re dhe daljen e disa liderave të rinj. Këta lidera të rinj janë shtete të cilat tashmë do thënë mjaft. Pra edhe shtetet tashmë do fillojnë që të mbajnë anë, do fillojnë që të zgjedhin anën e tyre dhe mund të kemi edhe vërtet një ndarje, një dualitet në ndarjen e shteteve të botës. Mënyra e udhëheqjes aktuale, pra ku i forti fiton, ligji i xhunglës, do të fillojë që të bjerë si fuqi dhe mund të dalë një frymëre e cila është më humane. Është një hap shumë i rëndësishëm kjo hënë plot, por do të finalizohet në 28 gusht, kur të kemi eklipsin e hënës tek shenja e peshqve. Ajo do të jetë pikërisht ndarja e shapit nga sheqeri, tashmë do të dim gjithse ku qëndrojmë, dhe ndryshimi total edhe i vibrimit të tokës, prandaj edhe duam s'duam ne, do të kemi zgjedhur anën tonë dhe do të kuptojmë edhe rezultatin e punës që kemi bërë edhe si individ edhe si shoqëri. Ndërkohë ndikimisht do të kemi tek shenjat si fillim normal, shenja e dashit, e cila është një ndoshenjë më të ndikuar nga kjo hënë plot. Ndikimi më i rëndësishëm është se mund të ndihemi të kërcënuar nga pothuajse çdo kush, ose kemi far kërcënimi i cili vjen dhe krijon një farë frike se mund të humbasim gjërat më të rëndësishme që kemi në jetën tonë. Këtu do të fjalë si në lidhje me familjen, po ashtu edhe në lidhje me karrierën. Identiteti jonë mund të jetë vërtet i cënuar, por fal kësaj kuptojmë edhe se çfarë ne vlerësojmë më tepër. Dhe kemi dhe aftësinë si rrjedhoj të veprojmë në bazë të saj ose të marrim masa për t'i mbrojtur ato. Do t'ju këshilloj që gjërat që kanë rëndësi në këto momente të filloni dhe t'i piketoni ose t'i merrni parasysh dhe t'i zhvilloni, ndërkohë që gjërat që vini që janë të pararëndësishme tashmë të filloni gradualisht të hiqni nga jeta juaj, sepse hëna e plot kjo do të thotë. Kuptojmë se çfarë ka rëndësi në mënyrë që ato çfarë janë të pararëndësishme të heqim që të mos bëjmë mbarë në jetën tonë. Kemi ndryshime
të shumta në këto momentet në jetën e shenjës së dashit, si rrjedhë e këtij kuptimi të ri të vetes tonë ose të jetës, prandaj dhe kemi dhe aftësinë që të zhvillojmë më shumë. Faktikisht mund të bëheni shumë të suksesshëm, në qoftë se te kaloni të frikën e momentit, pra panikun, më mërë të them, që mund të krijohet nga frika se po humbasim gjëra të rëndësishme. Kjo hënë e plot për ju mund të thotë edhe mbarimi i periudhës ku lidhja juaj ka qenë disfunksionale, pra nuk funksiononte, ku mund të keni pasur marrëdhënie familjare problematike. Këtu bëhet fjalë edhe në probleme që mund të jenë ekzistuar midis familjarëve tuaj, në disa raste midis familjes, prindërve dhe bashkëshortit, bashkëshortes. E keni më të thjeshtë të menaxhoni situata sepse ata vetë brenda vetes së tyre do të krijojnë disa dinamika të reja më të shëndetshme. Në këto raste që ju të përfshiheni brenda tyre nuk do të jetë shumë e këshillueshme, do të këshillohesh që të jeni më tepër në rolin e vrojtuesit, sidomos për sa i përket marrëdhënieve familjare. Këtë po e nënvizoj sepse në këto momente ose që se hënë të plot, edhe Mërkuri është i ndaluar pikërisht tek shtëpia juaj e banesës e familjes, prandaj edhe çfarë do lloj gjëje që mund të thoni, mund të keq kuptohet nga të gjithë personat rretherozë, sikur po mbani anën e njërit apo të tjetrit. Detyrimisht që të jemi pak më të tërhequr, të vrojtojmë situatën dhe të veprojmë thjesht pa të çfarë është e shëndetshme për të gjithë është e domosdoshme. Nga ana tjetër, kjo mund të thotë edhe fillimi i një periudhe ku mund të bëheni prindër, prandaj dhe mund të jeni një ndër personat të cilët mund të merrni hapa të rëndësishëm drejt kësaj, si në lidhje me krijimin e familjes, po ashtu edhe siç e përmenda, mund të merrni dhe lajme që mund të bëheni prindër. Dhe shenja e demit. Shenja e demit nga kjo hënë e plot ndikimi më të rëndësishëm e ka në lidhje me ideologjitë, në lidhje me besimet, apo edhe pengesat që ka krijuar vetes së tij, kufin që ka krijuar vetes së tij. Është një hënë e plot shumë e rëndësishme për ju kjo, sepse pas kësaj do ta keni shumë më të thjeshtë të zhvilloheni, të rriteni, të bëheni persona të cilët jeni shumë më të suksesshëm, persona të cilët mundeni të zmadhojnë, të zgjeroheni edhe më tepër. Është një botë kuptimi i ri që po hyn në këtë moment në jetën tuaj. Do të ketë kjo hënë e plot edhe një kënd pozitiv me Chironin, i cili është i vendosur tashmë tek shenja juaj. Dhe Chironin në këtë rast ju shëron, vërtet ju shëron, sepse ju sjell një botë kuptim shumë më pozitiv në lidhje me gjithçka. I njëjtë Chiron ka një kënd negativ edhe me Plutonin, kjo mund të thotë edhe ndryshime ose mbarime për sa i përket punës. E njëjta që është e vlefshme edhe në lidhje me shtëpinë, banesën. Tu Jupiteri vazhdon që të jetë i vendosur tek shenja e Gëforës, ndjes edhe pse është në gradën e fundit të tij, por ka filluar tashmë që të fillojë të ndikojë edhe tek shtëpia, prandaj dhe këto janë temat ku ju mund të keni kriza, ose fillime ose mbarime. Pra, duhet jemi shumë të vetëdijshëm në çdo hap që hedhim. Mënyra se si duhet jemi të vetëdijshëm është që të mos bijmë prej kushtëzimeve që kemi marrë nga shkuara, ta përdorim këtë moment për të kuptuar se cilat janë gjërat që janë të shëndetshme, funksionale, apo edhe që mund të përdorim në afatgjat. Nëse arrim që ta bëjmë këtë, kemi mundësi të pafundme në këto momente që të zhvillohemi edhe nga ana materiale, të ndihemi më mirë, pak më tepër që gjatë së hënës të plot. Venusi do të jetë i vendosur tek shenja e Luanit dhe kjo për ju domethënë një krijimtari vërtet shumë e madhe, bëheni personë të cilët vërtet luksin e tërhiqni në jetën tuaj, pa bërë shumë gjëra, pra, sepse dini se ku është vendi i dur për të hedhur themele, prandaj dhe nëse është diçka që doni ta hiqni nga jeta juaj, është më së efikase, nëse është diçka që doni ta krijoni, është e kundërta veç. Pse është e kundërta? Sepse Merkuri është në retrograd, firmosja e kontratave në këto momente është e ndaluar, sepse mund të bëjmë shumë gabime, madje mund në disa raste mund të jenë dhe afat shkurtra. Por nëse është një projekt që është në të vërtetë afat shkurtër, pse jo, edhe mund të këshillohet. Duhet të jeni vërtet shumë të vetëdijshëm ose shumë të vëmendshëm për detajet, në që të mos dalin probleme më vonë. Gjithsesi, është një ndër momentet ose është një ndër hënët të plota që do i bëj që të kuptoni, sepse që pas keni humbur kohën kot, domethënë me disa gjëra të cilat kanë qenë të pashëndetshme ose të panevojshme, thjesht nga frika se ndryshimi do të ishte shumë ndryshe, sepse kishte frikë nga ndryshimi pra. Në lidhje me shëndetjen, ju tashmë jeni një ndër shenjat që mund të ndikojeni më thjesht. Temperaturat e larta normal që na ndikojnë të gjithëve, për ju në këto momente mund të kenë probleme shumë të rëndësishme tek fyti, prandaj dhe kujdes me kondicionerët dhe me ujin e ftohtë pra. Dhe shenja e binjakëve, kjo është një hënë e plot shumë e rëndësishme për ju, ka një ndikim shumë të fuqishëm sepse ndodh pikërisht në momentin kur drejtuesi juaj është i ndaluar përpara retrogradës.
Prandaj edhe ka një ndikim për sa i përket vlerave, duke qenë se është i vendosur tek shenja e gafores dhe ka një efekt shumë të rëndësishëm se që të bëj që të kuptoni se cilat kanë qenë ëndrat, të cilat mund të keni thurur pak a shumë në diell dhe cilat janë ëndrat që kanë një farë realiteti brenda ose që mund të realizohen. Kemi ndikim shumë të fuqishëm nga kjo anë plot në lidhje me borxhet, drejtësinë në përgjithësi dhe mbylljen e disa cikleve karmike. Vërtet këtu bëhet fjalë në lidhje me karmat ose marrëdhënieve njerëzore të cilat kanë qenë problematike apo toksike. Kemi mbylljen e tyre sepse perceptojmë shumë mirë pra se cila ka qenë investimi që ka pasur fruta ose që do të ketë fruta dhe po ashtu cili është investimi i kalbur. E njëjta gjë siç e thash përpara në lidhje me ëndrat. Prandaj edhe kjo anë plot për ju në të vërtetë ka një efekt shërues, nëse në këtë moment mund të bëhet pak e dhimbshme sepse përballen me realitetin, përplasen me realitetin, por pas kësaj keni shumë më të thjeshtë që të fokusohen tek gjërat që janë të shëndetshme për ju, janë të dobishme për ju dhe mbi të gjitha që ju ushqejnë edhe në anën materiale, por edhe në anën shpirtërore. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm sepse Shironi i cili është i vendosur te subkonscienca juaj në këtë moment ose tek bota juaj e brendshme, tek ana shpirtërore pra, do të ketë një kënd pozitiv me këtë hënë të plot dhe kjo do të thonë që në këtë moment keni një aftësi vërtet shumë të madhe për të perceptuar ambientin që ju rrethon dhe të kuptoni se cilët janë marrëdhëniet, lidhjet që ju shërojnë. Dhe falë kësaj keni mundësi që të mbanin jetën tuaj vetëm njerëz të dobishëm, pra dhe të ishni nga jeta juaj njerëz të cilët janë të padobishëm. Një ndër ndikimet e cilat mund të bëhet pak problematike dhe lodhës është marrëdhëniet sociale, shoqëria, miqësia, sepse këtu mund të kuptohen se cilët janë personat të cilët ja ka më të mirë apo jo. Do të kemi një farë elementi përçarës në këtë pikpamje dhe kjo vjen në mënyrë pak a shumë të dhimbshme sepse mund të keni edhe humbje materiale ose një vetvlerësim, një humbje në vetvlerësim fal kësaj. Se çfarë duhet të bëni në këtë rast, këshillojmë do të ishte që të mos reagoni çdo reagim që mund të bëni në këtë moment mund të përdoret më vonë, prandaj që të jeni më gjatë ftohtë dhe thjesht të fokusoheni tek e ardhmja juaj është e rëndësishme. Në lidhje me shëndetin kemi ndikime të përgjithshme të cilat vijnë nga temperaturat e larta dhe duke qenë se pjesën e fytyrës e kemi të prekur dhe ju e keni më të ndjeshme se shenjat e tjera, të këshilloj që të jeni pak më të vëmendshëm. Dhe shenja e gafores, kjo është një hënë e plot që po ndodh tek shenja e bricjapit, është për këtë arsye një ndër ndikimet më të fuqishme që do të kemi gjatë këtij viti. Ndikimi më i rëndësishëm vjen në përgjithësi në lidhje me marrëdhëniet tona personale dhe krijimi i një balance të re në marrëdhënien që kemi si me partnerët tanë, bashkëshortët tanë, po ashtu edhe me punën, karrierën. Kjo është një balancë e re e cila duhet të krijohet nëse duhet të jemi të shëndetshëm dhe të suksesshëm në të ardhmen, por në këtë moment mund të bëhet pak problematike se mund të bien pre egos ton ose të na ngjelet hatri për gjërat që janë të panevojshme për të na ngelur hatri. Ndërkohë që në lidhje me karrierën mund të jemi pak të dyzuar sepse nuk dim se cilën të zgjedhim, ndoshta mund të kemi edhe pyetje nëse është apo s'është karriera që ne duam të ndjekim. Në disa raste mund të marrim edhe pyetje ose më themi e prorët tanë. Mund ta kemi dyshim nëse jemi apo si jemi ne personat e përshtatshëm për punën që po bëjmë ose për pozicionin që kemi. Prandaj është një javë në të cilën këto lloj dinamikash mund të bëjnë pak të lodhshme, por fal kësaj do të kuptojmë shumë mirë dhe se ku qëndrojmë dhe do të kuptojmë edhe në lidhje me veten tonë nëse jemi apo si jemi në vendin e dur dhe fal kësaj do të mund të marrim edhe masa. Një ndër ndikimet më të rëndësishme që ka kjo hënë e plot në të vërtetë është të krijon balanca ose dinamika të reja në aspektet më të rëndësishme që ne kemi në jetë. Në marrëdhëniet tona personale, kuptojmë nëse jemi apo si jemi në lidhjen e dur, nëse duam apo s'duam një lidhje nëse nuk jemi në një lidhje, po ashtu edhe në lidhje me karrierën, kuptojmë nëse jemi apo si jemi në karrierën e dur apo në disa raste fillojmë të kuptojmë nëse kemi aftësi për ta bërë apo jo atë. Të gjitha këto sillin një ndryshim vërtet shumë të madh në jetën tonë, sepse kemi ndryshime kolosale edhe në mënyrën se ne e jetojmë jetën, kjo do të thotë edhe brenda banesës mund të kemi ndryshime. Dhe fal kësaj mund të futemi edhe në një periudhë ku mund të krijojmë diçka. Kjo diçka normale do ta këshilloja pas retrogradës së Mërkurit, sepse kjo retrogradë e Mërkurit po ndodh tek shenja jonë, do të thotë që të gjitha gjërat të cilat ndikojnë tek identiteti jon duhen marrë me shumë seriozitet.
kjo mund të thotë që edhe krijimi i lidhjeve personale gjatë periudhe është një ndër momentet jo shumë ideale. E njëjta është e vlefshme edhe për vendimet që mund të marrin për të martuar ose për të bërë prindër. Është një ndër momentet të cilat duhet marrë me shumë logjik ose me pas shumë konsiderate. Pra, detyrimisht kemi ndryshime në këto momente, por ndryshime do të këshilloj që më tepër t'i kanalizohen drejt heqjes së gjërave, të situatave ose të individëve nga jeta jonë ose të krijim të distancave të shëndetshme, sesa për krijimin e diçka të re. Është një periudhë vrojtimi sepse Mërkuri është i vendosur tek shenja jonë dhe kemi shumë më të thjeshtë në këto momente që të manipulohemi nga çdo gjë që ndodh rreth rrotës, sepse i zmadhojmë gjithçka. Prandaj, por i përsëris në qoftë se thjesht fokusojmë tek gjërat që duhet t'i heqim sepse janë të pashëndetshme, do ta kemi shumë herë më pozitive këtë si periudhë. Shenja e Luanit, kjo është një hënë e plotë e cila ka një ndikim vërtet shumë të rëndësishëm për sa i përket shëndetit dhe marrëdhënies që keni me kolegët si dhe me punën në përgjithësi. Këtu do të kemi ndryshime të reja sepse do të krijojnë disa dinamika të reja. Ju bëni persona të cilët pak a shumë kujdeseni për veten tuaj më tepër dhe fokusoheni tek gjërat që kanë më tepër rëndësi. Mund të bëheni pak më tepër dominant në çdo aspekt të jetës, por sidomos këtu bëhet fjalë në lidhje me marrëdhëniet që keni me kolegët ose me punën në përgjithësi. Kjo faktikisht do t'ju bëj person shumë më tepër praktik, do të fokusoheni më tepër te zgjidhja e problemeve dhe nuk do të humbisni kohë për këtë arsye tek gjërat të cilat janë të parëndësishme. Kuptoni shumë mirë se cilat kanë qenë elementet që deri në këtë moment e kanë mbajtur të vegjël dhe keni mundësinë, nëse dini se si ta përdorni ose nuk bini pre egos tuaj, do të keni mundësi që ta përdorni këtë moment për të arritur shumë, për të bërë persona shumë të suksesshëm dhe për të pasur një farë shkëlqimi në jetën tuaj. Ndonse Jupiteri është tek gratë e fundit e shenjës së Gafores, nuk ka kaluar ende tek ju, tek kjo hënë e plot, ka filluar tashmë të ndihet ndikimi i tij. Një ndër ndikimet e tij më të rëndësishme është se ka një kënd pozitiv me Neptunin, i cili është i vendosur aktualisht tek shenja e Dashit dhe kjo i bën juve shumë më tepër larg pamës. Ëndërroni dhe dini se si të realizoni ëndrat tuaja. Pak më tepër që kjo hënë e plot faktikisht ju bën më tepër realist dhe ky realizëm normalisht ju bën edhe më të aftë të bëni hapat e para ose të hidhni hapat e para drejt realizimit të asaj çfarë duhet të bëni, ndërtimit të një jete të suksesshme. Kemi ndryshime të dinamikave familjare nga kjo hënë e plot, është një ndër ndikimet më të rëndësishme dhe ju do ta ndjeni. Ndryshimi më i rëndësishëm është sepse ju tashmë vini veten tuaj në vendin ku ju takon dhe nuk mbani një anë, sidomos kur bëhet fjalë në lidhje me marrëdhënie me partner dhe prindrit tuaj. Falë kësaj keni mundësi që t'jeni shumë më të shëndetshëm ju vetë si individ, jeni më gjaku ftohtë pra. Do t'ju këshilloj që t'jeni pak më tepër empatik, sidomos kundrejt partnerëve tuaj, nëse jeni brenda një marrëdhënie e cila do pak punë, pra do më tepër mirëkuptim në këto momente, është ajo çfarë duhet të bëni, pra është që të kujdeseni edhe për mendimet, për ndjenjat e personit përballë. Falë kësaj do të keni mundësi që të kuptoni dhe veten tuaj më mirë dhe të ndërtoni një lidhje shumë më të shëndetshme. Ndërkohë që një ndër ndikimet e tjera që kishte kjo hënë e plot ishte edhe në lidhje me kafshët shtëpiake, mund të kemi si probleme në shëndet, po ashtu dhe mund të vendosni që të merrni kafshë shtëpiake në shtëpi. Pra kemi ndryshime në lidhje me këtë temë. Që të kujdesemi për kafshët në përgjithësi, normali që është kusht i njerëzimit, sepse duhet kujdesemi. Për shenjën e Virgjëreshës, kjo hënë e plot ka një ndikim shumë të rëndësishëm, të fuqishëm dhe në përgjithësi është pozitiv. Pozitiviteti vjen si rrjedhojë e mbylljes së disa cikleve karmike. Për ju, ndryshe nga shenjat e tjera që mund t'i fillojnë në këto momente t'i perceptojnë ciklet karmike se cilat janë, për ju tashmë janë mbyllje e tyre. Kemi hapjen e një periudhe, një faze të re ku jeni shumë më tepër produktiv. Kuptoni se ku i keni bërë gjërat mbrapsht, prandaj dhe keni mundësi që të rregulloni rrjedhën e ujit. Ndryshimi më i rëndësishëm për këtë arsye vjen tek fillimet të reja ose tek projektet të reja që nuk i keni më këmbur dot. Prandaj dhe keni mundësi që pas kësaj të kuptoni shumë më mirë dhe të planifikoni shumë më mirë në rrugën që duhet të ecni në mënyrë që të jenë më efikase ose që të mund t'i aplikoni që tani tutje. E njëjta hënë e plot ka një ndikim shumë të rëndësishëm edhe për sa i përket marrëdhënieve sentimentale, mund të thotë mbarimin e një periudhe ku ju keni pasur probleme brenda lidhjes aktuale ose keni pasur të shkuar lidhje problematike, kuptoni vetë pra se ku keni bërë gabime dhe mund të krijoni lidhje më të shëndetshme falë kësaj. Nga ana tjetër kemi edhe një ndryshim ose një ndikim shumë të rëndësishëm edhe për sa i përket çështjes së fëmijëve.
Për të gjithë personat që kanë fëmijë, mund të marrin vendime në lidhje me to, që mund të kemi ndryshime në mënyrën e jetesës që kemi edhe brenda familjes, sepse temat familjare janë shumë të ndikuara nga kjo anë plot. Nga ana tjetër, mund të marrin vendim për të bërë me fëmijë në disa raste edhe jo, ndërkohë që për disa persona kjo anë plot mund të thotë edhe shërimi plagëve që kemi marrë që nga fëmijëria jonë. Është një ndryshim vërtet shumë i madh i cili vjen fal kësaj. Kemi mundësi që të riperceptojmë komplet veten, identitetin ton dhe të fillojmë dhe të mbyllim të gjitha kapitujt të cilat për ne kanë qenë të lodhshme. Marrëdhëniet me shoqërinë gjatë kësaj hëne të plot dhe pas kësaj hëne të plot janë pak më të sfiduar, arsye që janë pak më të sfiduar se kuptojmë se ku ka ekzistuar përçarja ose kush ka qenë elementi i përçarjes. Mund të kuptojmë që disa individ mund na kenë mbështetur për interesat e tyre personale ose në disa raste për të na penguar që ne të arrijmë suksesin që mund të arrinim. Prandaj është një hënë e plotë e cila për mendimin tim do të na bëjë që të kuptojmë shumë mirë se ku qëndrojmë, cilat janë miqtë tanë të vërtet dhe fal kësaj të mund edhe të ndërtojmë jetë shumë më të shëndetshme, sepse do të marrim mbështetjen e vërtet. Pas kësaj nuk do të jetë më gënjeshtër pra. Në lidhje me shëndetin, shenja e birgjëreshës është një ndër shenjat e cila ka zhvillime pozitive, sepse arrin që të kurojë veten e saj. Ka një riperceptim komplet të këtyre tematikave, edhe të shëndetit të saj fizik, por edhe të shëndetit mendor, që mendoj që është një pjesë shumë e rëndësishme, ose është gjë më e rëndësishme. Dhe shenja e peshores, për shenjën e peshores është një hënë plot shumë e rëndësishme, ka një aktivizim shumë të madh të shenjave kardinale, si rrjedhoj për ju që jeni në shenjë kardinale, do më thënë ndryshim kolosal ose total i jetës. Një ndër ndikime më të rëndësishme që do të vijë re në jetën tuaj është marrëdhëniet që keni me familjen. Këtu të gjitha dinamikat ndryshojnë shumë marrëdhëniet që keni me partner, për gjithë ata që nuk kanë një partner në jetën e tyre, ndryshon marrëdhëniet që kanë kundrejt njerëzve që kanë në jetën e tyre, si dhe kundrejt vetes. Krijojmë disa balanca të re që janë për mendimin tim shumë të shëndetshme, përçarje që mund të ketë ardhur brenda vetes tuaj më tepër, sepse mund të jeni vetë sakrifikuar ose mund të jeni konsumuar nga ajo kërkesat e shumta që mund të vinë nga njerëzit rreth rrotullt në jetën tuaj dhe mund të mos keni pasur një balancë të mirë midis punës, familjes dhe partneriteteve në disa raste. Nga kjo hënë plot, jeni të detyruar që të përballeni me realitetin dhe si rrjedhoj të aplikoni atë më vonë, pra të merrni mësimet e duhura të domosdoshme dhe t'i aplikoni ato më vonë. Kemi një peshore e cila nga kjo hënë plot del shumë herë më e matur dhe del një person i cili ka aftësi shumë më të madhe për sukses, ka kapacitet shumë më të madh për sukses. Ndikimi më i rëndësishëm për mendimin tim është mbarimi i lidhjeve të cilat janë jo funksionale. Kjo hënë plot, duke qenë se është edhe gjatë retrogradës së Mërkurit, do të thotë mbarimi total i tyre. Nuk kemi më rikthim mbrapa, sepse shenja e peshores rilind në një farë mënyre. Kupton veten e saj më mirë, kupton se çfarë është e shëndetshme për ta dhe detyrimisht fillon dhe t'i aplikojë ato. Kemi një ndryshim vërtet shumë të madh edhe për sa i përket marrëdhënies që kemi me veten dhe mënyrës se si trajtojmë atë. Mund ta përkëdheni pak vetëm më shumë pas së hënë të plot, jo më njëherë do të thoni pas së hënë të plot, duke qenë se edhe drejtuesi juaj që është i vendosur tek shenja e luanit. Në këto momente kuptoni se për të realizuar ëndrat dhe qëllimet tuaja, si fillim ju vetë duhet të rizjoni pasionin që keni brenda vetes. Prandaj është një ndër ndikimet më të fuqishme dhe më pozitive që kemi pasur gjatë kësaj periudhe, por më duhet të analizoj duke qenë se duhet të përballeni edhe me shumë dinamika problematike dhe duhet të krijoni disa balanca të reja, është e lodhshme. Dhe shenja e akrepit. Për shenjën e akrepit, kjo hënë plot ka një ndikim shumë të fuqishëm. Në përgjithësi është pozitiv, është një ndër hënët e plota më pozitive që kemi pasur, se një ndër ndikimet më pozitive që kemi pasur gjatë kësaj periudhe, duke qenë se ndodh tek shenja e Bricjapit dhe ka një kënd pozitiv me ju, madje edhe dielli ka një kënd pozitiv me ju. Ndodh gjatë retrogradës së Mërkurit. I vetmi problem që mund të kemi është se mund të ngecemi në kushtëzimet e të shkuarës dhe në disa raste mund të ngulim këmbë në disa dinamika të cilat janë problematike.
Duhet të kujtojmë që në momentin që ne këmbgulim të diçka që është e pashëndetshme, sistemi ne gjithmonë në ndëshkon, sepse kjo është shenja kript. Është e detyruar që vazhdimisht të evoluojë dhe të përshtatet në një ambient të më të shëndetshëm. Pra të heqë dorë nga gjithçka që është toksike, nëse do që të mbijetojë. Ky është pikërisht momenti që na rikujton të gjitha këto dhe duam ne, nëse duam që të jemi të lumtur, duhet të heqim dorë nga çdo gjë që është toksike dhe duhet të vazhdojmë përpara. Në këtë rast, komunikimi merr një formë të re, shumë më tepër efikas, marrëdhëniet tona të ngushta marrin një formë të re, shumë më tepër efikase. Kuptojmë mirë se kush ne ka me të mirë dhe kush ne ka me të keq, të gjitha dinamikat me vëllezërit dhe me motrat fillojnë dhe marrin një formë të re. Është shumë herë më e shëndetshme, por mund të bëhet pak e lodhshme detyrimisht sepse duhet përballemi edhe me disa elemente ose situata të cilat mund të bëhen të dhimbshme. Nga ana tjetër, kemi edhe një ndryshim vërtet shumë të madh në karakterin ton ose më themi identitetin ton, i cili mund të thot edhe fillimet të reja, sepse mund të kemi një ndryshim të statusit në këtë rast. Kjo mund të thot edhe fillimet të reja në lidhje me çështje sentimentale, mund të thot edhe fillimet të reja në projekte të cilat mund të na bëjnë që të jemi persona më të suksesshëm dhe seriozisht të kalojmë në një status të ri. Bëjmë persona të cilët mund të kemi një status social më të lartë. Në lidhje me shëndetin, kjo hënë plot për shenjën e akrepit është edhe testimi se sa kemi mësuar që të jemi të kujdesshëm në lidhje me shëndetin ton fizik. Kemi pasur 7 vite për ta mësuar këtë, besoj se të gjithë kemi marrë mësime të caktuara, prandaj gjithsesi unë thjesht po rikujtoj atë çfarë konsumojmë dhe rutinën tonë të përditshme, duhet jemi 100% të kujdesshëm. Dhe shenja e shëgjetarit. Për ju, hëna e plot tek shenja britsjape, do më thënë ndryshime ose ndikime të drejtë për së drejta tek vlerat, si redhoj dhe ju vlerën që jepni vetes tuaj, do ta ndryshoni fal kësaj hëne të plot ose fal ndikimeve që do të ketë kjo hënë e plot. Kemi rihapjen e disa tematikave problematike, cikleve karmike ose riperceptimin komplet të tyre, kuptojmë se pse ka ndodhur dhe fal kësaj kuptojmë edhe cilat kanë qenë momentet ose situatat ku ne kemi futur veten tonë në qorsokaqe. Një ndër ndikimet më të rëndësishme që ka kjo hënë e plot, doni apo s'doni ju, do të largojë nga jeta juaj individ, situata të cilat janë problematike. Dhe do të lejoj që të lulëzojmë vetëm gjërat të cilat janë të shëndetshme dhe produktive. Në qoftë se ju vazhdoni që të mbartni ose dëshironi që të mbartni situata të tilla, do ta keni vërtet shumë të vështirë. Prandaj normal që këshilla ime do të ishte që të fokusoheni tek ato që funksionojnë. Faktikisht gjërat që po dalin në këto momente nga jeta juaj janë dhuratë e fshehur, edhe pse mund të jetë e dhimbshme, por po ripërsëris, në të vërtetë janë dhuratë që juve po ju jep sistemi. Në këto momente kemi Chironin të vendosur tek shtëpia juaj e shëndetit, prandaj shëndeti fizik është indikuar, por nëse ju jeni të vetëdijshëm, merrni masa, nuk e teproni me asnjë gjë, si me konsumin, si me aktivitetin fizik, fokusoheni tek ajo që është e shëndetshme, pra që ju bën që të ndjeni mirë, që ju bën të ndjeni të lumtur madje. E keni shumë më të thjeshtë sepse Chironi në këtë rast vërtet ju shëron, ndërkohë që nëse vazhdoni të këmbgulni për të mbajtur situata problematike në jetën tuaj, normalisht do t'ju dëmtoj. Kemi një ndikim pothuajse të drejtë për së drejtë tek marrëdhëniet sentimentale. Këtu kemi mbarimin e marrëdhënieve problematike. Është e ndarë me thik. Gjitha marrëdhëniet problematike, gjitha marrëdhëniet të cilat na kanë lënë në mëdysje, që kanë kryer pikpyetje brenda nesh, mbarojnë. Është një ndikim pozitiv, por duke qenë se janë si të ndara me thik, mund të krijojnë dhe dhimbje, është mëse normale, ndërkohë që kemi edhe rikthimin në jetën tonë të marrëdhënieve të cilat mund të jenë larguar për një kohë shumë të gjatë, ose kjo nuk do të thonë thjesht marrëdhënie sentimentale, më thon njerëz mund të rikthehen jetën tonë. Faktikisht ta persona rikthehen jetën tonë në mënyrë që ne të marrim mësime të caktuara dhe të shërojmë plagë të ndryshme që kemi në shpirtin tonë. Është një ndikim pozitiv edhe ky, po normale momentet e parë ose momentet e takimit mund të bëhen të dhimbshme. Shenja shëgjetare në këtë moment është futur në fazën kur shumë ka një krimtari shumë të lartë, kemi një efikasitet shumë të lartë në vetëm në qoftë se jemi produktiv dhe fokusohemi tek gjërat që janë të shëndetshme. Në momentin që bëjmë këtë, kjo hënë plot për ne, domethënë spastrimi nga jeta jonë çdo gjë që është toksike dhe fillimi i një periudhe ku mund të ndërtojmë diçka e cila shumë të efikase. Pra të jemi proaktiv në këtë moment e ka rëndësi. Të fokusohemi dhe të jemi të shëndetshëm dhe të vetëdijshëm. Pra kjo është vetëm kusht që ka. Duke qenë se vlera jonë do të rritet gradualisht, pas kësaj do të kuptojmë vlerën që kemi, do të rritet.
është për mendimin tim një nga hënat e plota më pozitive që kemi përjetuar gjatë gjithë kohëve të fundit. Dhe shenja e bricjapit. Për shenjën e bricjapit, kjo është detyrimisht hëna e plot më e rëndësishme, do tek shenja juaj, pak më tepër që ka dhe një kënd negativ me drejtuesin tuaj që është Saturni. Kur themi kënd negativ, nuk duhet patjetër që të trembemi në këtë rast, na bën të ditur se çfarë duhet të ndryshojmë. Është ndryshimi që duhet të kemi në vlerën që i japim vetes, vlerën që i japim marrëdhënieve tona personale dhe vlerës që i japim shtëpisë, banesës dhe marrëdhënieve që kanë këtu. Duke qenë se këto lidhje mund të kenë qenë pak të sforcuara, mund të kenë qenë disi problematike, mund të kenë pasur vështirësi që të krijojmë një balans të shëndetshëm, në disa raste mund na kenë mbajtur edhe mbrapa. Kemi rikthimin e mundësive që ne t'i rregullojmë këto marrëdhënie. Pra, çdo kontradikt që del në sipërfaqe në këto momente është thjesht një shtys që na jep sistemi ne për të drejtuar në rrugën e duhur. Ndërkohë që në momentin që komunikojmë pak më thjesht, pak më hapur, fokusohemi tek zgjidhja e problemit, arrim që të gjejmë edhe një mbështetje vërtet shumë të madhe pikërisht nga të njëjtat persona. Në këto momente për shenjën e bricjapit kemi një ndikim shumë të rëndësishëm për sa i përket shtëpisë, krijimit të saj. Prandaj edhe çdo gjë që ndodh në këto momente në të vërtetë është e fokusuar këtu ose qëllimi është aty. Kemi edhe një shërim të çështjeve të zemrës për ju në këto momente, është një ndikim shumë i madh pozitiv, dhe plus kemi edhe një ndryshim komplet identiteti, në mënyrë se si perceptoni gjërat që shndrohet në diçka shumë më të shëndetshme. Të gjitha gjërat që i bënit pak a shumë sepse donte shoqëria dhe mund t'i bënit edhe kundër ndërgjegjes tuaj në disa raste, tashmë do t'jeni më të drejtë për drejtë sepse Saturni në këtë rast ju detyron, vërtet ju detyron se krijon kriza nëse ju nuk jeni autentik. Do të shndroheni në persona që janë edhe më autentik, janë persona që kanë një farë autoriteti natyral, le të themi, dhe mbi të gjitha jeni vetvete, prandaj është më thjeshtë ta mirëmbani edhe më vonë. Në lidhje me shëndetin kemi ndikime pak më tepër se shenjat e tjera, sepse preken shumë rrugët e frymarrjes. Nëse keni probleme, simptoma sa do të vogla që të keni, do të këshilloj të shkoni patjetër te doktori, të kontrolloni edhe një herë ilaçet, dozat e tyre në disa raste, sepse mund të jenë problematike. Nëse e bëni këtë, e keni shumë të thjeshtë ta menaxhoni këtë si hënë të plot. Dhe shenja e ujorit, për ju kjo hënë e plot është pakës e lodhshme, pakës e rrezikshme dhe pakës problematike, por ka një efekt vërtet shumë të madh rigjenerues. Tani, ndikimi më i rëndësishëm vjen tek bota jonë e brendshme, sepse subkonscienca jonë është shumë e ngarkuar në këto momente, çdo gjë e perceptojmë shumë të egzageruar. Kemi një intensifikim të çdo lloji ndjenje. Kemi një intensifikim të çdo lloji situate që ndodhet në këto momente rreth rrotullt nesh, mund ta marrim si shumë personale. Marrëdhëniet familjare në këto momente mund të jenë pak të sfiduara. Këtu sepse po kryen disa dinamika të reja, të cilat duhet të jenë në forma të reja, sepse nuk janë funksionale në këto momente. Nëse diçka është funksionale, nuk ka arsye pse të krijojë kriza. Pra, përdesa po krijon kriza, ka diçka që nuk shkon. Nga ana tjetër, kemi mundësi për t'i rregulluar ose për t'i shëruar këto marrëdhënie dhe për të krijuar diçka më të shëndetshme. Kemi edhe një ndikim vërtet shumë të fuqishëm për sa i përket marrëdhënieve tona personale, sidomos lidhjeve afatgjata. Jemi futur në fazën ku duam të ndërtojmë diçka stabil dhe kemi këtë mundësi. Pavarësisht se është shumë e vështirë, pavarësisht se kemi krizën të vërtetë, nëse kuptojmë që të gjitha këto po ndodhin, që ne ta kuptojmë se ku qëndron problemi tek themeli, ta mbushim atë ose ta rregullojmë atë në mënyrë që të ndërtojmë një jetë dhe një shtëpi më të shëndetshme, normale që edhe ky pikë vështrim do të na ndihmojë që të tejkalojmë problemet më thjesht. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm për sa i përket çështjeve sentimentale, kemi një pasion shumë të lartë në këto momente, duam vërtet që të krijojmë diçka dhe mund edhe të bien pak prej këtij pasioni. Prandaj në këtë rast do të këshilloj që të jemi pak më të vetëdijshëm, pak më të përmbajtur dhe të fokusohemi që të jemi pak më racional. E keni në dorë sepse kjo është natyra juaj. Ndërkohë që një ndër ndikimet që është problematike është bota jonë e brendshme. Këtu kemi një tension të lartë. Çdo gjë që ndodh në këtë moment është egzageruar, siç e thash, prandaj edhe mund ta brenda vetes tonë mund ta zmadhojmë edhe më tepër. Në këtë rast, ajo çfarë do të këshilloj është të flasim, të komunikojmë, të flasim me njerëzit që kemi rreth rrotullt, me personin me të cilin kemi problemin,
ti komunikojmë hapur të gjitha problemet tona, e kemi të thjesht pastaj që të gjejmë zgjidhje. Por nëse askush nuk e di brengën tonë, normalisht nuk kemi se si të gjejmë zgjidhjen. Brenda vetes do të smallojmë edhe më tepër, dhe këto mund të thotë edhe një problem shumë më tek sistemi jon nervor, i cili mund të përkthehet në probleme të rëndësishme fizike. Prandaj, përpërsisht të flasim hapur ka rëndësi. E shenja e peshqve, për ju kjo hënë e plot në të vërtet vjen duke sjell fat, ose ju sjell fat duke ardhur. Njerë, si fillim që është pjesa më e rëndësishme për mendimin tim, kemi pastrimin e pyetjeve brenda vetes. Qartësohemi për atë çfarë duam të bëjmë, cila është rruga që ne duam të ndjekim, cila është ëndrat tona, cilat janë qëllimet tona, çfarë janë aftësitë tona dhe se si mund të realizojmë këta. Prandaj edhe për mendimin tim kjo është një ndër hënët të plota më pozitive dhe më të rëndësishme që ju do të keni gjatë kësaj periudhe. Sjell fat sepse kemi një fat vërtet shumë të madh në lidhje me çështje sentimentale. Kemi fat në përgjithësi sepse kemi rikthimin e mundësive të shkuarës. Të gjitha problemet që mund t'i kemi shkaktuar vetes tonë duke qëndruar në lidhje toksike, në këto momente arrim që t'i kuptojmë dhe arrim dhe t'i shërojmë. Ndërkohë që kemi mundësi të dyta përsa i përket punës, karrierës, kemi hapjen e dyerve drejt një jete shumë më tepër funksionale, shumë më tepër produktive, e cila mund të thotë edhe të ardhur materiale të mira. Normale që të gjitha këto kanë kushte. Kushti i parë është nuk duhet të bijmë pre e ëndrave tona, pra të ëndrrojmë gjëra, duhet të jemi realist. Edhe nëse e ëndrrojmë diçka, duhet të jemi vërtet realist se si do të realizojmë atë. Ndërkohë që nga ana tjetër duhet të jemi shumë realist edhe në lidhje me marrëdhëniet që kemi si me veten, po ashtu edhe marrëdhëniet që kemi sentimentale, këtu sepse mund të bijmë shumë më thjesht pre pasionit në këto momente, i cili mund të përkthehet edhe në një humbje shumë të madhe. Bëhet fjalë vërtet për humbje të kohës, bëhet fjalë edhe për humbje të ardhur materiale, sepse gjithkohë që duhet të fokusohemi për të ndërtuar jetën tonë, të fokusohemi tek gjërat të cilat janë të panevojshme. Kjo hënë e plot hap një cikël shumë të rëndësishëm në jetën tuaj, është cikli i pastrimit të gjithçka që nuk është produktive. Prandaj edhe mund të merrni vendime shumë të rëndësishme në këto momente. Këto bëhet fjalë edhe në lidhje me ndryshimin total të jetës tuaj, si në zhvendosje, ndryshimin e punës, të karrierës e të tjerë. Në momente që diçka nuk është funksionale, krijon një farë tërmeti në jetën tuaj dhe keni shumë të thjeshtë për këtë arsye për mendimin tim që ta perceptoni se cila është problematike. Nga ana tjetër, një tërmet ose të njëjta ndryshime të shpejta ose kriza mund t'ju shtyjnë edhe fiks drejt të jetës që ju duhet jetoni. Prandaj, ajo çfarë në këto momente duket e thjeshtë për të bërë, do më thënë që është rruga juaj, sepse vërtet në këto momente keni fat dhe ajo çfarë është e thjeshtë vërtet që është rruga juaj. Kemi ndryshime të shumta ose ndikime përsa i përket çështjeve sentimentale. Këtu të gjitha plagët e të shkuarës mund të hapen edhe një herë, rikthime nga shkuara pothuajse të pashmangshme, persona që duan të rikthehen në jetën tuaj. Mendimi im është që duhet të fokusohen tek e ardhmja dhe pak më tepër në këto momente duhet të ndërtoni vërtet jetën tuaj, si në lidhje me karrierën, po ashtu edhe në lidhje me banesa me jetë, mënyrë se si e jetoni jetën pra. Dhe të humbisni kohë me të shkuar më duket jo produktive, pak më tepër që vërtet që nëse ne vazhdojmë që të mbartim të shkuarën e pashëndetshme, në këto momente sistemin e na ndëshkon. Do të keni humbje shumë të mëdha ekonomike nëse bëni një veprim të tillë, prandaj këshilla ime do të ishte kundër, patjetër kundër. Gjithsesi, të njëjtat rikthime faktikisht mund të thonë edhe mbyllje këtyre cikleve karmike, kuptoni që keni bërë zgjedhjen e dur ose pse keni bërë gabim në disa raste dhe keni mundësi të shironi anën tuaj sentimentale ose zemrën. Në lidhje me shëndetin, duke qenë se temperaturat janë të larta, është normale që mund të keni probleme, por në qoftë se thjesht e merrni gjërat me qetësi, nuk e teproni, nuk e sforconi trupin tuaj, është më se e menaxhueshme. Këto ishin të gjitha ndikimet që kishim nga kjo hënë e plot, si tek shenjat, po ashtu edhe të përgjithshme. Shumë faleminderit të gjithëve që më ndoqët dhe në shihemi përsëri tek video tjetër. Mirupafshim.